Nderuari kancelar Kurz, të nderuar përfaqësues të mediave, gjithmonë kënaqësi të pres në Kosovë, mikun ton, mikun tim, kancelarin e Austrisë, zotin Kurz. Ne zhvilluam një bisedë të hapur dhe shumë miqësore, në të cilën falenderova kancelarin Kurz për mbështetjen që Austria i jep Kosovës në aspektin e marrëdhënieve bilaterale e sidomos në arenën ndërkombëtare. Patëm rast të diskutojmë për zhvillimin e Kosovë në rajon dhe perspektiven evropiane edhe të Kosovës, por edhe të rajonit. Austria është duke vazhduar udhëheqjen e Bashkimit Evropian si kryesuese e radhës. Dhe gjatë gjithë kësaj periudhe ka bërë përpjekje për të promovuar perspektiven evropiane të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Kosova, si shteti më pro-evropian në rajon, dhe ne kemi bërë të qartë vizionin tonë për antarësimin edhe në BE, por edhe në NATO. Prandaj, puna dhe angazhimi për arritjen e këtyre qëllimeve mbetet konsistente dhe vendosur. Kjo është edhe arsyeja që ne duhet të punojmë me përkushtim për të përmbyllur reformat e brendshme në ekonominë, drejtësi, edukim, shëndetësi dhe në qeverisjen e mirë. Në kontekst të integrimeve euroatlantike, marrëdhëniet e mira qëndrosin në kushti thelbësor. Nderuari kancelar Kurz, Kosova ka ndërtuar raporte qendrore të mira me të gjithë shtetet fqinje. Po mundohemi maksimalisht që ndërtojmë raporte korrekte edhe me Serbinë. Fatkeqësisht, Serbia dhe Bosnia Hercegovina ende nuk i kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Përkundër këtij fakti, Kosova mbetet thellësisht e përkushtuar për dialogun me Serbinë, për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, që nënkupton normalizimin e plotë të marrëdhënieve dhe pajtimin, që nënkupton njohjen reciproke dhe antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Jam i bindur se marrëveshja gjithëpërfshirëse me njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë do të sjellë paqe të qëndrueshme në mes dy vendeve tona, të mira për popujt tanë, por dhe më tepër paqe dhe stabilitet për tërë Ballkanin Perëndimor dhe të armët e sigurt evropiane për të dy vendet tona. Gjithashtu, dëshiroj t'ju falenderoj, nderuari kancelar Kurz, për mbështetjen tuaj personale dhe të Austrisë për Kosovën në procesin e antarësimit e Kosovës në Interpol dhe organizata tjera ndërkombëtare, por edhe për kushtimin tuaj që qytetarët e Kosovës dhe të armën e afërt të kenë të drejtën e lëvizjes së lirë, do thotë këtë procesin e liberalizimit të vizave edhe për qytetarët e Kosovës. Raportet tona, Kosova-Austri, kanë qenë janë dhe do të mbeten të shkëlqyera, nuk kemi asnjë çështje të hapur, kështu që në mbetet vetëm që të lëvizim përpara. Njëherë, shpreh personale, për angazhimin tuaj personal dhe të shtetit të Austrisë për Kosovën dhe gjithë rajonin. Shpresoj dhe besoj vizita juaj edhe në Kosovë dhe në Serbi do të jetë impuls i ri për leadershipin e dy vendeve që të lëvizin drejt marrëveshjes paqësore. Thank you very much again. Thank you. Të nderuara zonja dhe zotri, i çmuari zotri prezident Thaçi, gëzohem që prapë jam këtu në Kosovë si mysafir. Ju falenderoj juve zotri prezident përzemërsisht për kontaktin ton të mirë që kemi, për shkëmbimin si dhe për miqësinë ndërmjet dy shteteve tona. Unë sot jam këtu si kancelari i qeverisë së Gjermanisë, mirë po edhe si kryesues i Bashkimit Evropian këtu. Fillimisht si kancelari i qeverisë së Gjermanisë, unë gëzohem që ne në Kosovë jemi një prej investorëve më të mëdhenj, një partner i rëndësishëm politik, mirë po edhe një prej
me numrin më të madh të ushtarëve të KFOR-it këtu në rajon edhe që po kontribuojmë në zhvillimin pozitiv në rajon, mirë po edhe në Kosovë. Kjo është me rëndësi për neve. Si kryesues i Presidencës së Bashkimit Evropian, ne e kemi marrë në qendër të punës sonë posaçërisht rajonin e Ballkanit Perëndimor, për arsye se ne dojmë që të gjitha shtetet e Bashkanit Perëndimor të kenë një perspektivë evropiane dhe i mbështesim të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor në këtë rrugë. Për të arritur paqe, siguri dhe stabilitet në Ballkanin Perëndimor në afat me qëndrueshmëri afatgjatë dhe që perspektiva evropiane të bëhet realitet, një gjë shumë e rëndësishme. Pra, një dialog i suksesshëm ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, pra edhe një përmbyllje suksesshme këtij dialogu me një marrëveshje të përbashkët. Unë prandaj juve zoti president, mirë po edhe presidentit Vučić i falenderoj përzemërsisht për mundimet dhe përpjekjet tuaja dhe ju lus të gjithë qytetarët e Kosovës që këto përpjekje të mbështesin, sepse ju jeni hapi i nevojshëm në hapin drejt perspektivës evropiane. Pa një marrëveshje paqeje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nuk do të jetë e mundshme që të ketë një bashkëjetesë paqësore, nuk do të ketë stabilitet në rajon dhe as nuk do të ketë perspektivë evropiane. Dhe prandaj i besoj shumë përpjekjeve dhe angazhimit që po bëhet këtu dhe shpresoj që të na çojë në një përfundim pozitiv. Unë në fund dua të falenderoj edhe një herë për bashkëpunimin e mirë dhe unë edhe më tej do ta bëj çdo gjë që është në fuqinë time, ashtu që zhvillimi në rajon të jetë një zhvillim i mirë. Ne si austriak vërtet e japim kontributin tonë me ushtar të KFOR-it, me austriak me mbështetjen politike në parafrimin në Bashkimin Evropian dhe natyrisht ne mundohem të ju mbështesim edhe me zyrën e Agjencionit Austriak për Zhvillim, i cili ka një bashkëpunim shumë të mirë ndërmjet Kosovës dhe Austrisë. Edhe një herë ju falenderoj shumë zoti president. Guten Tag, mein Name ist... Mirë dita, unë quhem Karoline Krause, jam nga gazeta austriake Kurier, zoti Thaçi, juve do t'ju pyesja Austria është një mbështetës i madh i Kosovës dhe i të rajonit, mirë po si trajtohet kjo në Kosovë që partneri junior i qeverisë është një person edhe një dikush që po e merr një rrugë shumë miqësore edhe për Serbinë. Pra si trajtohet kjo çështje këtu në Kosovë? E madh për kancelarin Kurz, për Austrinë, për mbështetjen për Kosovën, dhe jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin. Natyrisht për ne si rajon, jo vetëm për Kosovën, është shumë e rëndësishme që Austria ka rolin që e ka në Bashkimi Evropian, pra si udhëheqësi i presidencës. Mendoj që mund të ketë hapësirë dhe mundësi dhe kohën që ka mbetur që t'jepet një dinamik të rajonit Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian nga Austria, për shkak se që do të ndodhë. Tjetër, ajo që është shumë e rëndësishme, Kosova do të vazhdon rrugtimin e saj të sigurt për në NATO dhe Bashkimi Evropian. Sot, në natyrisht edhe në këtë drejtim, Austria ka rolin e vetë të rëndësishëm. Gjithashtu duhet të potencoj se prezenca më e madhe e trupave austriake në Kosovë është mesazhi më i fuqishëm i interesimit dhe prezencës të Austrisë në Kosovë në ndërtimin e paqes, stabilitetit dhe perspektivës euroatlantike. Por ajo që shumë e rëndësishme që tha dhe kancelari Kurz, më rëndësishme që të kemi edhe investime ekonomike dhe më tepër. Gjithashtu edhe bashkëpunim në të gjitha sferat, nuk kemi asnjë çështje të hapur, prandaj raportet tona kanë qenë janë dhe do të mbeten gjithmonë të shkëlqyera. Raportet tona janë tradicionale, shumë të mira, historike shumë të mira, e do të jenë edhe në të ardhmen. E theksoj, shpresoj dhe besoj që vizita e kancelarit në rajon, jo vetëm Kosovë, do të jetë një impuls i ri për të ardhmen evropiane të vendeve tona.
Mirdita, besnik Tahiri klan Kosova, her kur si qapt svaj fragen an zi. Zoti Kurci, kam dy pyetje për ju. Pyetja e parë është çfarë po thuhet në Austri për të ashtu quajturin korrigjimin e kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shumë njerëz këtu thonë që do të ketë një luftë të re nëse bëhet shkëmbimi i territoreve ose nëse kjo është zgjidhja. Dhe pyetja e dytë është për liberalizimin e vizave. Tërpopulata po pret për këtë proces, në fund të këtij viti do të ketë merret vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën dhe ju dhe Austria si kryesues, si presidenti i Bashkimit Evropian, do të bëni më shumë që në dhjetor të kemi një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave, sepse shumë njerëz thonë nëse këtu në parlament edhe populli i Kosovës sot nëse nuk merret vendimi në fund të këtij viti, atëherë është vërtet çështje e racizmit. Faleminderit shumë. Ju falenderit shumë për pyetjet e juaja. Unë do të përpiqem të ju përgjigjem të gjitha pyetjeve sipas radhës dhe do të filloj fillimisht me pyetjen për liberalizimin e vizave. Këtu ka pasur një vendim pozitiv nga Komisioni Evropian, si dhe nga Parlamenti Evropian, mirë po ende natyrisht nevojitet që të merret edhe vendimi nga Këshilli i Evropës. Aty ka më shumë shtete të cilat ende janë shumë skeptike dhe prandaj këtu jam pak sa i kujdesshëm sa ju përket pritjeve në këtë drejtim, posaçërisht për sa i përket edhe kohës, sepse pritjet nga ana e Bashkimit Evropian janë posaçërisht në fushën e ligjit, si dhe duhet arrijnë edhe disa hapa tjerë, të cilat i përmendëm edhe më herët. Prioriteti kryesor është natyrisht edhe dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Këtu ka pritje shumë të mëdha sa na përket neve si Bashkim Evropian që këta dy prezident dhe lutja për qytetarët këtu është që vërtet që të mundohen që të mbështesin këto përpjekje për të krijuar paqe dhe stabilitet dhe siguri për interesin e tyre, natyrisht edhe për të ndjekur edhe më tej perspektivën evropiane. Për sa i përket idesë së Kosovës, ushtrisë kosovare, jemi shumë skeptik dhe presim natyrisht që këtu të ketë një dialog të rregullt me të gjithë partnerët ndërkombëtar, sepse këtu ka nevojë natyrisht për shumë kujdes që edhe ne presim që në rajon natyrisht të ndërmerren masa të cilat mundsojnë më shumë stabilitet dhe jo masa të cilat çojnë në destabilizim në rajon dhe krijojnë destabilizim në rajon. Më falni, e kam harru pyetjen e juaj të parë sa i përket shkëmbimit të territoreve. Në këtë pyetje nuk u përgjigja ende, sepse këtu kam një qendrim shumë të qartë. Qeveria Federale e Austrisë pajtohet me cilën do marrëveshje cila merret ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Prishtinës dhe Beogradit, dhe ne mbështesim këtë marrëveshje. Pra ne jemi të bindur nëse ja dalim që të arrihet një marrëveshje, atëherë askush nuk do të jetë kundër asaj marrëveshje. Dhe për atë arsye nga ana jonë do ta ketë mbështetjen në plot një marrëveshje e tillë dhe mendoj që kjo është edhe në kuadër të Bashkimit Evropian, çfarë do qoftë marrëveshja, dhe nëse është korrigjimi i kufive ose nëse është shkëmbimi i territoreve, atëherë kjo mbështetet nga Bashkimi Evropian. Atovci Radio Televizioni i Kosovës, një pyetje edhe për kancelarin, por edhe për presidentin tek çështja e liberalizimit. Vonesat e mundshme që këtë vit paktën janë paralajmëruar edhe deklarativisht për çështjen e liberalizimit, a kanë lidhje direkt me procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë përkatësisht? A do të jetë një kusht i ri arritja një marrëveshje mes këtyre dy vendeve në mënyrë që pastaj Kosova të lëvizin pa viza? Kosova ka implementuar në tërësi kriteret dhe gjitha standardet e kërkuara nga ne për procesin e liberalizimit të vizave. Tani, si mbetet Bashkimit Evropian, vendimarrja, Komisionit, shpresoj që do të ketë një qendrim unik të vendeve të Bashkimit Evropian në këtë drejtim. Qytetarët e Kosovës e meritojnë lëvizjen e lirë. Kemi punuar shumë
sa më shpejt që të ndodhë, aq më mirë është. Do të punojmë edhe me shtetet anëtare veç e veç që kjo çështje të ndodhë në të ardhmen e afërt. Mendoj se është mirë edhe për vetë bashkimin evropian. Shpresoj dhe besoj në mbështetjen të Austrisë udhëheqëse e rase presidentes së bashkimit evropian. Besoj edhe në shtetet anëtare që do të marrin vendimin e drejtë që është në interes të qytetarëve të Kosovës e drejtës së tyre, ndërsa se përket marrëveshjes eventuale Kosovë-Serbi, duhet të them që dialogu duhet të vazhdoj, më rëndësishme që gjithë spektri politik në Kosovë janë në favor të dialogut, janë në favor që të ndodhë një njohje reciproke Kosovë-Serbi dhe që Kosova në fund të këtij procesi të antarësohet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, që ky proces të përmbyllet në rrugë paqësore, me një qëndrim unik të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një gjë është e qartë, pa një normalizim të raportit Kosovë-Serbi, pa një marrëveshje paqësore dhe pa një reciproke, as Kosova dhe Serbia nuk do të kenë të ardhme të sigurt evropiane. Prandaj do të punojmë edhe në kohën e mbetur për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse me obligime ligjore ndërkombëtare, që në kupton një njohje reciproke, përndryshe asnjë marrëveshje nuk e ka asnjë kuptim pa ndodhur një njohje reciproke dhe mundësia antarësimit e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Se a lehtësoj njëra tjetrën këto procese? Po, është e vërtetë. Të dy vendimet pozitive do ishin mrekulli për vendet tonë. Unë mendoj që është e rëndësishme dhe e drejtë vetëm të jemi të sinqertë dhe prandaj dua të them fillimisht që Austria, mirëpo edhe unë personalisht, shpesh herë kam dëshmuar që ne jemi mik dhe mbështetës i rajonit dhe mik dhe mbështetës i Kosovës. Sa i përket njohjes, shumë vite më parë, deri te mbështetja kur bëhet fjalë edhe për antarësimin në organizata ndërkombëtare, ku Austria këtu çdo herë ka dhënë kontributin e vet për Kosovën, në favor të Kosovës. Mirë, po unë edhe dua të jemi sinqertë dhe të them qartë që një parafrim në Bashkimin Evropian, një perspektivë evropiane e jep mundësinë për stabilitet, siguri, paqe në mënyrë afatgjate dhe të qëndrueshme dhe kjo natyrisht më varet shumë se a ja dalin që të arrin një marrëveshje paqeje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një marrëveshje paqeje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është baza për çdo parafrim të më tutjeshëm në Bashkimin Evropian. Është baza për antarësim në Bashkimin Evropian, si dhe natyrisht edhe garancioni për të siguruar siguri, stabilitet, paqe dhe natyrisht edhe rritje ekonomike dhe mirëqenie. Prandaj mendoj që nëse është e rëndësishme, edhe pse është e rëndësishme që të vëmë këtë hap, që të gjithë politikanët të cilët përpiqen në këtë drejtim, do ta kenë dhe meritojnë mbështetjen e 100% për arsye se është rruga e vetme që të kaluarën ta lëmë në të kaluarën dhe që të shikojmë dhe të fillojmë një të ardhme pozitive. Unë këtë kam si dëshirë si mik i rajonit, si mik i Kosovës dhe si mik i Serbisë.